Mirë mbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Po nisim arsimin dhe shkojmë në fshatin Ponoshes të Gjakovës, aty ku shpesh herë kemi raportuar për objektin e vjetër dhe gati të rënuar të shkollës. Atë sot e vizitoi ministri në detyrë i arsimit Ram Likaj. Ministri në detyrë Ram Likaj ka vizituar shkollën e mesme të Ullët Ganimete Tërbeshi në Ponoshec. Këtu ai është njoftuar me problematika të cilat i hasin nxënësit dhe mosimdhënësit si rrjedhoi objektit të dëmtuar tash sa vite. Shkolla shumë e vjetër, ndërtuar në vitet e 50-ta, dhe pse menaxhmenti i shkollës së bashku me dekan janë mundu dhe Ministrinë e Arsimit me ofru mirëmbajtje të kësaj shkolle, mirë po shkolla është në kushte shumë të vështira dhe vështirë me siguru infrastrukturë për shërbime cilësore dhe që kemi qëllimin në infrastrukturë të mirë për ngritjen e cilësisë. Ne kemi bo plane për me a fillu ndërtimin e kësaj shkolle dhe me fund vijat buxhetore për këtë vit shkollor, por ka pas shkurtime buxhetore dhe kjo gjë nuk ka ndodhur. Për këtë arsye erdha me pa përse afërmi. Shpresoj që javën tjetër do të vinë inxhinierët dhe të bëjnë vlerësimin sa e vlen me investu në këtë shkollë dhe me gjetë mundësinë së bashku me komunën e Gjakovës për me ndërtu shkollën e re, për arsye se e meriton ky komunitet në njërin anë, por në anën tjetër është edhe aspekti i sigurisë së nxënësve dhe me siguru kushte më të mira për me zhvillu procesin mësimor. Ndërsa Valdet Sadria, ushtrues detyre i drejtorit, pas që ka treguar numrin e nxënësve të cilët vijojnë mësimin në këtë institucion arsimor, ai ka treguar edhe për vështirësitë me të cilat ju duhet të ballafaqohen. Shkollën tonë janë 153 nxënësa që vijojnë mësimin. Ndër sfidat më të është objekti është shumë i vjetër dhe kemi të lashë me kushtet që janë në klasë me dysheme, me drejtare. Një problem i tillë po u kushton shumë edhe nxënësve të kësaj shkolle. Ka shumë vite që nuk është renovu askur gjë, edhe drejtarët, për shembull që sa janë anur mësimit që frynë njerë shumë e madhe, hapen edhe ndodhë që jena dekoncentruar edhe jena tut, për shembull vajzat më shumë se për pastërtitë Covidit që kanë thënë, puna dyshemes nuk mundem me mbajt pastërti se shembull ne hap si dalim në pushim me ble diçka, quhet plon edhe shumica edhe pe dyshemes muhem, edhe për stufë që nuk besoj se ka në rajon ala funksional stufa veç me nxejme qendrore. Ritheksojmë se ministri në detyrë ka thënë se javën tjetër pritet të vinë inxhinierët dhe të shohin nga afër se në çfarë duhet intervenuar. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës po vazhdon testimet. Nga ana tjetër, qytetarët s'kan informacione për variantin e ri të COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës gjatë së mërkurës nuk ka filluar testimin e qytetarëve sipas orarit të parapar nga ora 8 e mëngjesit. Për këtë vonesë nga instituti kanë thënë se ajo ka ndodhur për shkak të rregullimit të ngrohjes në ambientimin e hapësirës ku po kryen testimet. Kurse qytetarët që ishin duke pritur për t'u testuar thanë se nuk kanë pritur gjatë dhe se rezultatet po u jepen shumë shpejt. Shefqet Krasniqi tha që nuk ka pritur gjatë për testim. Ai ka sqaruar se nuk ka informacione sa i përket variantit të ri të COVID-19. Jo, s'kom pas po një virus i mushtofën, halate, doktor Hertha shka bënë të qëton. Në baza ditore testohen persona për COVID-19. Kthehemi në Gjakovë dhe ndjekim raportin e të infektuarve e të trajtuarve me COVID në spital dhe situatën në shkollat tona. Bazuar në raportin e 24 orëve të fundit, në spitalin e përgjithshëm Isa Greza në Gjakovë, aktualisht për COVID-19 po trajtohen gjithsej 45 pacient, prej të cilëve 21 janë pozitiv, 17 negativ dhe 7 janë të pakonfirmuar. Gjithashtu nga stafi mjekësor pozitiv është një infermier. Ndërsa në shkollat e Gjakovës, aktualisht COVID pozitiv janë gjithsej 13 mësimdhënës dhe 9 nxënës, thuhet në raportin e Drejtorisë së Arsimit. Në mbar Kosovën aktualisht të infektuar janë 63.089 persona COVID pozitiv, 54.661 janë shëruar dhe 1.532 kanë vdekur si pasojë e këtij infeksioni.
Partitë politike nuk po përmendin çështjen e dialogut me Serbinë në fushata zgjedhore pasi që po friksohen se mund të dënohen elektoralisht, thot ish-kreu i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Njohësi çështjeve politike Ymeri thot se ky veprim i partive politike shfaq pa sinqeritetin e tyre karshi votuesve. Partitë politike, veçanërisht kandidatët për kryeministë dhe ata që janë më së afërmi këtij pozicioni, duhet ta mendojnë mirë dhe qartë dhe duhet të tregojnë qytetarëve të Republikës së Kosovës se çka kanë ndërmend me bëu dialogun me Serbinë, në mënyrë që pastaj kur të vinë në pushtet ta bëjnë të njëjtën. E të mos na krijojnë befasira të reja. Po ashtu një problem tjetër tek plan programet e partive politike, sipas Ymerit, është mos kalkulimi i buxhetit për zbatimin e premtimeve të dhëna. Partitë politike jo vetëm do zgjedhje, po fatkeqësisht edhe do zgjedhje, japin më shumë premtime se sa që tregojnë se si një program koherent do të ndihmonte përmirësonte jetën e qytetarëve e qeverisë në Republikën e Kosovës. Dhe kështu nëse ndalesh dhe analizon pikat e veçanta të premtuara, të është që spari nuk ka kurfar kalkulimi të buxhetit për zbatimin atyre masave, e dyta nuk ka kurfar afati kohor për zbatimin atyre masave, dhe e treta shpesh kërkia dhe masa që mund të jenë kundërthënëse njëra me tjetrën. Tutje, Ymeri thot se plan programet të partive politike janë kopje fushatave të kaluara elektorale, por që sipas tij ky nuk është veprim i keq, pasi problemet që ballafaqohen qytetarët nuk kanë ndryshuar as shumë krahasuar me zgjedhjet e 2019-s. Nëse kemi pas zgjedhjen në vitin 2019, në vjesht të vitit 2019, tash kemi zgjedhjen në fillim të vitit 2021, pra kemi diku një periudhë një vjeçare që ka kaluar dhe natyrisht nuk pritet partive politike me zbulu diçka ose me premtu diçka plotësisht të re me situatën të rëndë përse ka ndryshuar shumë. Sipas tij, kjo mënyrë organizimi të fushatës zgjedhore po shfaq hipokrizinë e partive politike karshi qytetarëve. Fushata elektorale këtë herë është dashur domosdoshmërisht të bëhet ndryshe për shkak të pandemisë. Dhe këto tubime masive kanë qenë të shmangshme. Kur gjë nuk më tregon mua se qytetar ose ty si qytetar një fotografi me 200 njerëz. Domethënë në fund do ta kemi rezultatin e KQZ-s dhe do ta marrim vesh se kush ka fituar. Në këtë drejtim mendoj që partitë politike kanë pas një moment edhe mundësi për me kriju një fushat pak më kreative, e cila edhe do të tregonte aktivitetin e tyre, po nuk do të rrezikonte shëndetin e qytetarëve. Mirëpo ja partisë zgjodhen të përdoren aktivitetet elektorale për të krijuar një iluzion të madhështisë apo numrit të njerëzve që i përkrahin dhe kështu rrezikuan. Nëse krahasojmë me disa muaj më parë, numri i rasteve ka filluar të rritet dhe ende jemi në fillet e fushatës dhe sigurisht që kjo do bëhet më keq, përfundoi ai. Kohëve të fundit janë raportuar raste të shumta ku policët kanë ushtruar dhundaj qytetarëve. Më këto raste nuk po pajtohet Shaban Tasholli, nën kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës. Tasholli ka thonë pavarësisht çfarë vepre penale kryen qytetari në momentin kur ai dorëzohet në stacionin policor nuk mund të keq trajtohet nga zyrtarët policor. E kum pa atë sken, ne jem për mbrojtje të qytetarëve 24 orë, edhe rrezikojmë vetveten për me mbrojt qytetin, qytetarët edhe popullatën tonë. Ai rast i cili ka përdor ai koleg e kanë gjykuar të gjitha instancat, edhe tonat mbrëmshme dhe të jashtme, edhe qytetarët është e papranueshme. Po them duhet mirën masën dhe atyne që e të kalojnë autorizimin zyrtar. Mes tjerash ai ka shtuar se policët vazhdimisht trajnohen se si duhet të sillen me qytetarët dhe në cilat raste mund të përdoret forca. Ata e dinë saktë se ku mund të përdorin forcën. Çdo të kalim i autorizimit zyrtar, pavarësisht mënyrën, kohën, vendin. Atëherë do të dënohen të gjitha organet tona, ato nisë standardet, inspektimi i menshëm, inspektorati dhe gjyqësia. Mirëpo ai ka përmendur raste ku polici është vetë mbrojtje, por që i njëjti është dënuar. Polici ka hyrë burg, ty mbrojt kolegun, ty mbrojt gjyqësinë, ty mbrojt pyllëtarien, o hyrë burg 6 muaj ditë. Ai person, atë ditë që u dal pi burgit, kur në Kosovë më nuk ka jetuar. E ka thonë nuk do të jetoj më në Kosovë, sepse ty mbrojt shtetin, e ku mbrojt edhe vetin, edhe më akuzu për këtë rast. Paknaqësia jonë po mbetet në ajër ku nuk ka përgjegjësinë nga shteti jonë. Ne kemi kërkuar shtesa për 100 euro.
Kemi kërkuar 100 euro të paguhet krejt policia i Kosovës. Në bazë të asaj që po shihet fare sepse tani janë zgjedhjet. Përfaqësuesi i Sindikatës së Infermierëve të Kosovës, Fitim Havolli, ka thënë se kërkesat e tyre ku njëra ndërto është rritja e pagës për ndërimin e natës është duke u diskutuar me kryeministrin në detyrë Abdullah Hoti. Havolli thot se ata kërkojnë që paga për ndërrimin e natës të dyfishohet dhe të jetë 36 euro. Sipas tij për këtë kërkesë kanë mbështetur kryeministrin në detyrë. Kërkesat tona në vazhdimsi kanë qenë të drejtuar qeverisë, jo vetëm kësaj, por secilës qeverisë ka qenë mirë, po si duket ky komunitet në mungesë të përfaqësimit me kohë në institucionet tona relevante, ka pas atë mangësinë e përfaqësimit si duhet për më shumë me i prezantu dhe me i vlerësu këto vlera që vërtet e gjithë populli e kanë pa ndërhyrjet, punën dhe angazhimin e tyre pa llogaritur asnjëherë rrezikun për virusit. Havolli, i cili është edhe kandidat i LDK-s për deputet, është shprehur se nëse arrin të marrë besimin qytetar për të qenë pjesë e kuvendit të Kosovës, nuk do të lejojë që të shtypet ky komunitet. Bëj thirrje gjithë komunitetit tim që të mobilizohen dhe në këtë moment mos të lejojmë të na ikë rasti për shkak se vërtet kemi nevojë të kemi përfaqësim direkt nga komuniteti jonë dhe të harruajmë këtë komunitet i cili për çdo ditë po na ikë për shkak të mos trajtimit si duhet, jo vetëm në këtë kohë, po gjatë gjithë kohës prej pas luftës deri më tani. Për ndryshaj ka thënë se deri më tani janë 2000 infermierë të infektuar me koronavirus. Tutja i tha se situata është duke u menaxhuar mjaft mirë sa i përket pandemisë. Deri më tani kemi rreth 1800 dhe 2000 infermierë në nivel vendit të infektuar duke u përballur me COVID-19 në vendin tonë dhe në shërbimet tona qoftë primar, sekondar dhe terciar. LDK-ja ka një program që të rritën resurset humane dhe për këtë komunitet mbi bazat e planifikimit ekonomik, shtoi ai. Studentët e Universitetit të Prishtinës kërkojnë që ligjëratat e semestrit të dytë, i cili fillon me 15 shkurt, t'i ndjekin në mënyrë fizike. Kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës, Erzen Hyseni, thotë se nga informacionet që ata kanë, kërkesat e tyre janë pranuar dhe vetëm po pritet vendimi përfundimtor. Në mesin e kërkesave nga studentët ka qenë edhe përgjysmimi i pagesës së semestrit. Këto kërkesa tona që ne kemi realizuar kanë qenë kërkesa emergjente, pasi që ne dimë që semestri i ri fillon me 15 shkurt, por që kemi pasur obligative që të takohemi me kryeministin dhe të adresojmë këto probleme. Ai thotë se ndjekja e ligjëratave online ka nisur të bojkotohet nga studentët. Shumica e studentëve kanë filluar të ndjekin ligjëratat online, kurse sot ndjekja e ligjëratave është pak më problem për arsye sepse kemi mundësi me dalë, edhe unë besoj që studentët janë aq të vetëdijshëm saqë me ruaj distancë me njëri tjetrin. Studentja Megzime Ibrahimi tha që me kalimin e kohës, interesimi i studentëve për mësimin online pësoi një rënje graduale. Fillimisht do me thonë në mbajtja e ligjëratave online ka qenë diçka atraktive, diçka e re për ne si studentë dhe interesimi tek studentët ka qenë më i madh. Mirë po me kalimin e kohës e kemi pasur një rënje graduale të interesimit si nga ana e studentëve, po ashtu edhe nga ana e profesorëve. Ajo tha që janë shumë pro mësimit fizik dhe janë të vetëdijshëm që duhet mbrojtur dhe të respektohen rregullat nga ekspertët e shëndetësisë. Ne padyshim do me thonë vetëm po presim vendimin nga organet gjyqëse, mirë po jemi shumë pro për mbajtjen e mësimit në mënyrë fizike, kemi edhe nga ata studentë të cilët kanë frikë do me thonë për shkak të gjendjes aktuale nga pandemia Covid. Kërkojnë që ligjëratat e semestrit të dytë që fillon me 15 shkurt t'i ndjekin në mënyrë fizike. Dita e tretë aktiviteteve sportive të organizuar nga Drejtoria Kulturi i Sport në Gjakov në kuadër të shënimit të përvjetorit të 13 të pavarësisë së Republikës së Kosovës i është kushtuar handbollit në kategoritë e femrave. Gjatë ditës është zhvilluar turneu me pjesëmarrjen e 4 skuadrave kosovare, klubi handbollit Prizreni, klubi handbollit Jusuf Gërvalla nga Deçani, klubi handbollit Vjosa nga Shtimja dhe klubi handbollit Shqiponia nga Gjakova, si një koqir e turneut.
Vashat e suksesshme të handbollit të klubeve Shqiponia, Jusuf Gërvalla, Prizreni e Vjosa u mlodhen sot në palestrën Shaninushi për të dëshmuar aftësitë e tyre e po ashtu për të shënuar përvjetorin e pavarësisë së Kosovës përmes javës së sportit që ka organizuar Komuna e Gjakovës. Sot është dita e qikave, shumë pak rëndësi ka kush fiton ndeshjen, kush është i fundit në finale, e rëndësishme është që gjithë bashkë po bëj maksimumin që me shënu dinjitetshëm 13 vjetorin e pavarësisë e Kosovës, edhe me këto me përçu një mesazh tek prindërit, tek fëmijët, ta shfrytëzojmë të gjithë bashkë dhe si fushat që sa më shumë të kyçen në sporti, disiplina e sportit është vetjeta. A jeni të kënaqur me këto 3 ditë të organizimit, a ka shku gjithçka si duhet? Mos të kishte qenë pandemia, kam përshtypjen që masa e njerëzve kishte qenë më e madhe, mirë po ka shku çdo gjë ndoshta jashtë edhe planifikimit shumë mirë, ka shku çdo gjë deri sot. Shihet që gjithë bashkë me klubet, qytetarët pas kem pas nevojë që të organizojmë diçka të tillë në mënyrë që dalim pak prej një energjie pak më negative që na pat përshtuar. Handbollistët e Prizrenit që bëjnë pjesë në ligën e parë, këtë organizim e shohin si mundësi të mirë për të testuar veten me ekipet që garojnë në Superligë. Ne bashkë përfaqësojmë klubin e Prizrenit, jemi pak më ndryshe pe sot këtë turnir se këto vajzat janë elitë në Superligë, ne jemi në ligën e parë, po që jemi duke dominu ligën e parë. Jemi shumë të privilegjuar që jemi të marrë pjesë në këtë turnir. Kapitenja e ekipit vendas Shqiponia falenderoi organizatorët që në këtë kohë të vështira pandemie kanë mundësuar zhvillimin e këtyre lojrave. Falenderojmë komunën, kryetarin e komunës që bëri përzgjedhjen si ekip ne si Shqiponia. Jemi në ekipi si për nder të pavarësisë dhe jemi shumë të kënaqur. Presim sa më shumë suksese. Java e sportit vazhdon nesër me tenis. Dhe tani të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve, mirupafshim.